Të zgjedhurit e popullit po mblidhen çdo 48 orë, por përfundimi po është i njëjtë. Edhe të mërkurën dështoi konstituimi i kuvendit. Sërish nuk kaloi përpjekja e lëvizjes vetëvendosje për krijimin e një komisioni që do t'i hapte rrugë votimit të fshehtë për kryeparlamentarin. Kjo situatë nuk do koment, është pa përgjegjësi, i bëjmë thirrje kryetarit të lëvizjes vetëvendosje që të reflektoj Kosova është shumë e madhe edhe shumë e rëndësishme se egoja e tij. Sipas LDK-s, Kurti po jep rëndësi interesave personale e jo shtetërore. Fajtori kryesor për këtë situatë që e kemi aktualisht është partia e cila i ka fituar zgjedhjet në këtë vend. Brenga jonë më e madhe është që nuk ka asnjë përpjekje për të dalë nga kjo situatë. Akuzat e ish opozitarëve po i vlerëson si të pabazuara deputetja nga partia fituese Jeta Statovci. Sipas saj, bllokuesit e vërtetë të krijimit të institucioneve janë vetë ata. Ne kemi qenë vazhdimisht thirrës në sensin që të kemi pjesëmarrje të votimit, qoftë përmes votës për, votës kundër apo abstenimeve, mirë po bie edhe në kundërshtim dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nëse vazhdohet në një proces tutje të mos pjesëmarrjes nga aktorë tjerë të opozitës në këtë proces të votimit. Tentimi 38 do të bëhet të premten me fillim nga ora 11.